Mirë, kthehemi në studio me tabelën e radhës. Kjo është pyetja shtesë që kemi patur në sondazh. Kush po bën fushatën më të mirë elektorale? Dhe shikoni se si janë përgjigjur njerëzit. 34.2% thonë që po e bën Partia Socialiste, 21.4 Nisma Shqipëria bëhet, 18.1 Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 8.2 Mundësia, Partia Socialdemokrate 7.3, Lëvizja Bashkë 6.7, Koalicioni Euroatlantik 4.1. Atëre, shumë shkurt, se e di që këtu mund të flasim shumë, këtu shikojmë që çuditërisht Nisma Shqipëria bëhet, them çuditërisht për shkak se del në sondazhet paktën nga java e kaluar, del sigurisht e treta, Aleanca për Shqipërinë Madhështore qëndron e dyta solide deri në sondazhin e kaluar, do shikojmë këtë javë, por shikojmë që Nisma Shqipëria bëhet del e dyta në mënyrën se si po e bën fushatën. Ndërkohë, gjëja tjetër interesante është që mënyra se si po bëhet fushata, dalin mirë dhe dy parti të tjera, Partia Socialdemokrate, e zotit Tom Doshi 7.3, dhe shikojmë Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, që del mbi 4%. Pra shikojmë që ka një... Kjo që është 7.313. Po, ka një simpati që nuk reflektohet për Bashën, që nuk del në sondazhe si lider, edhe Koalicioni Euroatlantik del në kufit e 1%, pra në limitet e pragut ligjor për marrjen e mandateve, po ndërkohë fushata e tij ka inversim, për fushatën e tij ka inversim pozitiv. Shikojmë Frok 7.3, Tom Doshi. Po këtë desha të thoja se ai bën dhe fushat pak diskrete, dhe më thënë, pak selektive, më thënë vërtetën. Nuk i ka turmat në rrugë, nuk i ka luftën aq shumë të hapur, të gjerë, por me sa duket fjala racionale tek një lider zëvend shumë tashmë te publiku. Ajo çfarë bën përshtypjen e gjithë këtë është se këshilltari amerikan nuk ka asnjë rol në fushat. Nuk kanë ndikuar asgjë s'ka ndikuar. Pra shikojmë që Partia Demokratike dhe aleatët saj lamis bresin të tretët. Sa i vjen puna tek... Me sa duket... Se unë për shembull, ndoshta na bën përshtypje ne, po ne nuk kemi votues, ne jemi votues të jo të pjekur, po të djegur. Mua për shembull bën përshtypje që fushata ka qenë pozitive, nuk ka qenë shpeshherë me sulme tradicionale. Tash i shkon si shkon doktorit, është muhabet tjetër, po kjo ama tregon që ata që duan Berishën nuk e duan kaq të butë. Me sa duket fushata e spektaklit tërheq më shumë se fushata racionale. Fushata e spektaklit, po. Kjo shpjegon dhe Bashën thonë. Kjo është dhe dukuria e zhvillimit të fushatave në tërësi, jo vetëm këtu, dhe është një shqetësim. Por këtu gërshetohet me komponentë të tjerë të shkallës dhe filtrave që ka elektorati jonë, i cili me sa duket ekzaltohet më shumë tek spektakli se sa joshet tek llogarit apo oferta që ofron Partia Demokratike. Por a e votojnë këtë spektakël apo jo, Skënder? Po, Martin dhe Skënder, sa shkojnë të bëj gati... Fushata, është, ne përdorim, nuk shkon këtu, puna shalës me gomarin, po nuk shkon si krahasim. Problemi është që... Ti ka në shalës apo të gomarin? Shalës, kërësisht. Problemi është që Zoti Berisha po bën një fushat qetë, nuk i shkon. Ne pa të them, nuk i shko doktorit të fushat. Ashtu si nuk i shkon ajo kapelja që i ka bën ai mjeshtri amerikan, domethënë, dhe për këtë arsye mendoj unë që i ka ulur Skënder, vetëm shpejt që shkojmë te bëhet më interesant sondazhi. Ky është efekti Lacivita, them unë, mbi fushatën. Po efekti është pozitiv apo negativ? Por, ja këtë po thoja, Berisha ka 30 vjetë që dëgjon një dilemë pas veshve. Jam i bindur nga gjithë njerëzit që i rrinë rrotull. Një palë shtyn trego epizmin dhe atë frymën që ti ke mitingje. Eposin e vet politik, sulmoj, kërcënoj. Nxjerrë luanin. Merre votën si akt dhune, mos e merr si good guy. Një pjesë tjetër i thon, mos i shaj, mos i fyej, mos u fut në personale sepse ju shton votat. Pra, kjo dilemë ka qenë, fal. Unë mendoj që defekti kryesor i fushatës Berishës është që po premton gjithçka. E ka tepruar me shifrat. I ka shtuar zerot në mënyrë të frikshme. Sot premtoj që do të kompensonte dhe fasonistët për ndryshimin e do t'i lajt gjithë borxheve, gjithë kompensimin e euros, gjithë komplet. Dalim tek Elbasani që është një nga qarqet më të rëndësishme në vend, pas Fierit është qarku që nxjerr më shumë mandate. Dhe këtu i kemi bërë të njëjtën pyetje 500 qytetarëve nga Elbasani, cilët janë përgjigjur, kë votojnë më shumë kandidatin apo partin. Shikojmë
që këtu është ndryshme nga që pamë në shkallë kombëtare, shumica votojnë partin dhe jo kandidatin njësoj 24.1%. Nuk po ndalemi shumë të kjo, se sigurisht kemi shumë për të folur. Atere, kjo që shikoni në ekran është vota e vitit 2021. Po e nxjerr këtu përpara në mënyrë që të kemi mundësi ta krahasojmë me shifrat e sondazhit të që doja nxjerr pak më vonë. Shikojmë që në 2021 në qarkun e Elbasanit, Partia Socialiste ka marrë 8 mandate dhe Partia Demokratike ka marrë 6 mandate. LSI-a, e cila kandidote në vete, kam një arsye pse e kam nxjerr këtë shifër, ka marrë 4.42%, por, që e shikoni, nuk arriti do të merrte asnjë mandat. Pra, Partia Socialiste ka qenë gati 18 pikë përpara, edhe ka marrë vetëm një mandat më tepër. Ndërkohë LSI-a që ka marrë gati 7.000 vota, nuk arriti dot të merrte as një mandat. Ky është rezultati i vitit 2021. Tani tabela që do shikojmë tani dhe me gjatë do shikojmë në ekran është sondazhi për qarkun e Elbasanit. Për kë voton qarku e Elbasanit në 11 maj sipas sondazhit të Angel Çek. Atëherë dalim tek tabela. Kjo është tabela e parashikimit të sondazhit ton. 58.3% votojnë Partinë Socialiste. 36.1% votojnë Aleancën për Shqipërinë Madhështore. 4.6% votojnë Shqipëria bëhet Adriatic Lapajt, Partia Mundësia është 1.9% dhe shikojmë që këtu Basha, pra koalicioni Euroatlantik, ka një rezultat temi më të lartë se që kemi parë në rang kombëtar me 1.8%. 1.6% Partia Social-Demokrate, Lëvizja Bashk 1.3%, 1.9% janë partit e tjera. Por, atëherë dalim dhe njerë tek sondazhi i mëparshëm i vitit të 2021, shikoni pra, me 4.42% LSI-a nuk arriti do të prodhonte një mandat. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu me gjas, po them, asnjë prej partive të reja nuk do mund marri një mandat. Më afër është Lapaj me Shqipëria bëhet, por Partia Mundësia këtu nuk prodhon mandat, si pas sondazhit të Angel Çerke, koalicioni Euroatlantik nuk prodhon mandat, Partia Social-Demokrate nuk prodhon mandat, Lëvizja Bashk nuk prodhojnë mandate. Cila është tjetër risia, në bazë të temi koalicioneve aktuale, tek Aleanca Shqipërisë Madhështore të 36.1% që është edhe Partia e Lirisë, pra është diku këtu Partia e Lirisë. Pra kemi PD dhe PL plus të tjera, por shikoni që janë 36.1%. Cila ishte të dyja bashkë 21.5%. Ndërkohë që në vitin 2021, të dyja bashkë shkonin gati 42%. Pra shikojmë një rënje nga viti 2021, 22%, pra shikojmë një rënje me 6 pikë. Një rënje me 6 pikë e cila shkon kryesisht në favor të socializëm me gati 3 pikë, si pas sondazhit që ne kemi bërë dhe në kohë të tjerat shpërndahen në këtë mënyrë. Si pas ligjit tonë elektoral, të gjitha këto partitë që unë i thash të cilat nuk prodhojnë mandat, po e le për efekt statistikor, ndoshta Shqipëria bëhet, po edhe kjo thash me shifrat e 2021 nuk prodhon mandat në bazë të sondazhit, të gjitha këto shkojnë në favor të njërës prej partive. Në bazë të ligjit elektoral, këto do të shkonin në favor malit të madh të votave që ka Partia Socialiste. Pra, nëse i qëndrojmë këtij sondazhi, duke pasur parasysh edhe zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste rikuperon së paku një mandat, e cili ikën Partisë Demokratike dhe Aleancës me të, dhe ndërkohë mund të marrë të gjithë votat që në 2021 i mori LSI-a dhe partitë e tjera. A do të thotë kjo që socialistëve ndoshta i shtohen 2 mandate, Lami? Nëse do të bëjmë një prollogaritje mekanike krahasuar me 2021, Partia Socialiste nëse do marrim mesin, jo ekstremin 48, po 46.5, po themi, që është jo 46, 56%, po nëse marrim, se ju keni marrë ekstremin. Të gjithë kemi marrë në ekstremin maksimal. Nëse do marrim 56%, kemi marrë gjithë maksimale. Nëse do marrim 56%, Partia Socialiste është shumë ka të kaluar përqindjen e siguruar në Elbasan në 2021. Po, ku në 2021 ka marrë
ka marrë 8 mandate. Mbron mandatin e 8 dhe është shumë afër mandatit 9. Jo, ajo ka marrë mandat në 9 praktikisht. Dhe e dy, pra është shumë vetë me votat e veta. Ju kujtoj që plus kësaj Taulant Ballën 2021 ka qenë shumë afër mandatit 9. Po, dakor. Balla tha atëherë që humbën për shkak të votave të pavlefshme, por që kësaj radhe kodi elektoral është shumë i qartë. Po dua të them, pra, nga 2021, sot që po flasim, PS-ja ka 8 mandatet sigurta, është shumë afër mandatit 9. Pra e thoni shkon drejt mandatit 9. Për të kontribuar ke mandati 9, përveç votave të saj, ka votat... Partia Demokratike, siç e pam, humb 6 pikë, pra humb një mandat. Gati humb një mandat dhe rrezikon, ndoshta edhe një mandat tjetër, po një mandat e ka sigur që humb, dhe luhet mandati i 9 nëse do ta marrë Lapaj apo jo, por duke qenë se është shumë larg përqindje që kërkohet për të marrë vota atje, ka shumë mundësi që votat e partive të vogla t'i kalojnë partisë fituese, që është partia kryesore e Partisë Socialiste. Pra ka 3 mundësi. Po, ka 3 mundësi që Partia Socialiste të marrë vota. E para për të kapur mandatin e 9. E para ka potencialin e votave të saj, e dyta ka vota që rrjedhin nga Partia Demokratike, që nuk arrin dot të prodhojnë një mandat të 6 dhe votat shkojnë tek fituesi që është partia e parë, dhe ka shumë mundësi që partitë e vogla që nuk arrin do nxjerrin mandat të shkojnë për arsye të llogarisë, për formulës